të huajat. Pse duhet ekzistoj kjo përderisa të gjithë janë shtetas Gjermanisë? Pse duhet jetë pak më e vështirë rrugtimi i klubeve që konsiderohen si të hujat për me arrit tutje? A është e vështirë apo nuk është e vështirë? Dhe kush është pengesë? Çka duhet jetë pengesë? Jo, pengesë, nuk është pengesë e madhe sa këtë administrative, këto lejohet, por duke ditë që në Gjermani janë përgjithësuar dikon rreth 3.600.000 lojtarë. Edhe të me një komunitet vëtër ose me një klub për 20-25 persona jenë në të thesin që me tonë është në grupin e tyne, është sukses. është sukses jashtë zakonisht i madh, dallohet nga organizimi i garave në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe Maqedoni, këto është një organizim jashtë zakonisht i saktë dhe precizë, dhe nëse nuk je në rrethona atë mund është shumë shpejt edhe me hup ose me largu pe gara. Na e kena pas, më fal Fion. S'ka problem. Jo, vazhdo. E kena një arsye pse të kena thirr. Na e dina që klubi Kosova Drita e ka bën një organizim atje. Fatmirësisht kum pas rastin për me qenë pjesë e këtij organizimi para pandemisë, edhe ku marr pjesë në turner edhe ju ndi shumë i privilegjuar, po edhe ka qenë kënaqësi e madhe për me i pa shumë. Faleminderit shumë. Edhe ka qenë shumë kënaqësi e madhe për me e pa se si organizohet edhe sa shqiptarë ish atje. Nuk më isha me besu. Tash tregona cilat janë aktivitetet që organizoni edhe cili është organizimi i radhës, zotri Enver. Ne këtë mujnë nga arë dhe shkort të kemë shumë aktivitete, duke filluar për shtunës tash, me 14 jemi ekipi prapotën për i hujve të cili u kaluin punën e tornejë që është maj molli amateur në Evropë, ku morin pjesë ekipe dhe gjësën profesionale. Ne jemi kvalifikuar, kemi kry fazën e parë, dhe dytën jemi kvalifikuar për pjesën finale që është sukses i jashtëzakonshëm këtij vitit, është një fillim i vitit shumë i mirë. Pastaj vjen fundjava sportive jona, me 21-22 dhjetor. Më thonë javën tjetër, shtunën dillën tjetër, jo këta tjetrën. Ashtu, me 21 dhe 22 janar. Kështu që ajo do dy pjesë, e shtunja është bashkëpunim me Federatën Futbollit Shqiptar në Gjermani, organizohet gara në futsal, ku pjesëmarrë kanë drejt ekipet të cilat janë regjistruar edhe janë anëtarë të federatës, kurse të dillën turniri kryesor është turniri bizneseve dhe shoqatave kulturore artistike që kanë drejt pjesëmarrje çdo individ që ka dëshirë të marrë me pjesë. Zotri Enver, për neve vajzat a do të organizosh diçka? Me që arsimi ka qenë para disa vitesh, edhe unë e Fiona me ardh me lujt, unë si sulmuese besoj kisha gjetë vetë. Unë ndoshta për tjere. Me dëshirë milioni që të përshëndes edhe Kentin edhe arsimin ta doj konjektu, edhe juve në bas ekranit. Unë jam dëgjuar si rregull që juve këtë Faleminderit. Me vetur, gjithmonë është kënaqësi të dëgjohet radio Glama që kanë respekt pa mos. Ne kemi organizuar gara edhe për gjeninë femërore dhe për fëmijë. Mira i shkon në rreth të rasti me na dëgjuar dhe më angazhu për diçka. Na kemi është edhe një sukses i jashtëzakonisht të madh i dritës, ekipet tonë që nuk e ceka më herët. Ekziston edhe radio në gjuhën shqipe, Radio Drita Kosova në Stuttgart. Kish me qenë kënaqësi shumë e madhe me i vizitu kolegët atje. Atje mbas lojës në Gita. Zotri Enver përmendet që javën tjetër me 21 dhe 22 të shtunën do të mbahet futbolli, do të thonë do të marrin pjesë 6 ekipe apo jo? 6 ekipe të cilat janë anëtarë të Federatës Futbollit Shqiptar në Gjermani. Ndërsa të dielën do të bëhen ndeshjet mes bizneseve. Bizneseve dhe shoqatave, ku qëllimi kryesor është. Cili është qëllimi? Problemi i bizneseve, bashkëbisedimi mes pronarëve të bizneseve, por pse jo edhe bashkëpunimin në bizneset e tyre që i kanë. Këto organizojnë në çdo vit, ka qenë suksese jashtëzakonisht të mëdha, aty ka mundësi që gjatë ditës takohen, bisedojnë. Do më thonë takohen bizneset mes vete, munden me përfitu, pastaj edhe lojtarët ekipet takohen me biznese, që aty mundet me lind ndonjë. Nuk është ka e përmendën veri se është jashtë bot një grill i madh, edhe aty bëhen krejt marrëveshjet, edhe aty bëhet atmosfera më e mirë, aty është ndjenja më e mirë. Ku ka ushqim edhe pije që aty bëhen marrëveshjet. Është e vërtet. Po përndryshe po shpresoj
Po shpresojmë edhe nuk ju premtojmë, po besojmë që vitin e ardhshëm kena me qenë treshja atje, edhe kena me përcjell këtë ngjarje të madhe, së shumë me rëndësi edhe për gjithë bashkëdhetarët, jo vetëm që jetojnë në Gjermani, po në gjithë diasporën, qofshin edhe prej Zvicrës, edhe vendeve të afërta që janë me Gjermaninë. Nëse kemi shtu diçka për fund se jena minutat e fundit, zotri Enver. Me kënaqësi më të madhe luftojmë. Faleminderit. Ime personale po edhe kryesisë edhe gjithë anëtarët e klubit që kemë bashkëpunime si lloj. Në fund ju përshëndes edhe herë, ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhat sadopak të shpjegoj këtë fundjavë sportive që ndodhet ose që po ndodhet në këtë. Uroj gjithë të mirë edhe suksesin. Shumë faleminderit. Faleminderit. Jeni të shkëlqyshëm, më pëlqen shumë. Faleminderit. Na e përshëndet krejt diasporën atje. Me kënaqësi më të madhe. Shumë faleminderit, paqet në pasditë të mrekullueshme. Përndryshe, po kënaqësi për me pas edhe meni që o bon organizime tilla në diasporë nga shqiptar që mbledhen edhe gjithmonë janë aktiv për me i mbledh shqiptar, qofshin edhe bizneset edhe klubet edhe një ngjarje shumë e mirë që u zhvillu, po shumë keq që na ka ik për pak kësaj radhe, po premtojna që radhë të tjera do jemi atje, kena me qenë atje për me mujtë me qenë pjesë. Më organizu pak më herë, se s'kemi kohë. Për viza e për këto. Për viza se për tjera se ne ishim Fiona në TV që bone kështu homologa. Po, portiere trajnej edhe po kur shkon javën tjetër veçkan. Shkojna me telefonatën e parë kështu zyrtarisht. Përshëndetje. Përshëndetje, qysh nene? Mirë shumë, sa het që sa jetu pritë në linjë. Jo, vitë thirë. Që ta është thirë pra vënd në rikpase të pajke. Sa het, që ka të pëlqen lidhur me profesionin tuaj është pyetja e ditës. Dhe cila është përgjigja? Përgjigja, ja, me konë sa herë, edhe në më ka pëlqy, edhe sot më pëlqen, karate më ka pëlqy shumë. Karatet ka pëlqy. A ke qenë do njëherë karatesta? Je marrë me karate? Karate? Po, unë shiretin e zilje kom posë, po, se në konkurstet. Janë konkurstet, tani me i të theje temë. Hajde, folna diçka në japonesht, diçka horizuki gjakuzi. Japonesht nuk di, unë të këshalon shancën, ku dush të mu edhe nëse e kështë mujtë më më rogë. Gjyqy. Po thu qa që shpejt jeti. Gjito ka të lipfer. Qysh reagon? Qysh reagon të sa het? A i kështu largosh një shpejta Sulman mu, këndër Sulm. Në karate mbrosh. Mbrohash. Jo, kur konesht, jo që të. Qatë ku je, jo? Aja, hajde, horizuki, jo ti është dash pak me mësu do fjallë. Gjakuzuki, po që shtojnë konta. Maja Geri. Si kom pos ku, ku dhe drejt, me të si e tem, po prend, lo pesan edhe mund po të poslon. Që të hapi një lajmë të mirë sa het, prej sotit gjithë klientët e Petrol Kompani kanë me pas mundësin, gjithë ata që janë pajisur me VIP card me përfitu 5 cent zbritje në litër për benzinë dhe 4 cent zbritje për dizel. Kjo vlen për krejt Kosovën. Allah e vini move të atë, edhe ato si shkojnë e mushen. Kanë nevoj. Po, kena nevoj këtë gjithë se në përklet. Faleminderit, na të përshëndesim shumë. Jam faleminderit për juve, kaloni mirë. 04997 ata që janë në përvetura në këto momente, po shihet pjesë e ngarkuar me kolonë dhe njerë hyrja nga fshati Shkabaj për te kreti duplex kolonë gjatë, si dhe rruga Tirana është e ngarkuar në të dy krahat në këto momente. Po e pranojmë telefonatën e radhës. Përshëndetje. Kush telefonon? Një shep nga Gjilani që i pramit. Përshëndetje, a jeni mirë? Allah zëtë shumë mirë. A ka reshje në Gjilan sot apo jo? Po pasë më të shënali pak. Ka pak. Tërgona, qka ju pëlqen lidhur me profesionin tuaj? Qka në pëlqen, Gjilanin duke të tali e mora për të dhe këtëm që më bëka bjen Gjilani. Po? Qka po, Fio? Vazhdo. E zbërthen dhe në fund diqka. Po. Më dhjën të mdala të numra dhe të shkronja. Kom kresi më bëkin e kampion edhe me shku në Evropë. Drita më bo kampion edhe me shku në Evropë, po? Gjilani e drita, drita e dëgjova që tha Gjilani, po është ai rivaliteti i madh në qytet aty. Okej. Të njëjti qytet, me rëndësi është ndonjë klub i Kosovës më shku, cili do qoftë.
Jo që i Kosovës, po dhe brenda shtetit këta e bojnë atë ndasin. Faleminderit shumë që na telefonove. Urojmë që me pa dikë prej Kosovës që po thot Gita me shku në me rëndësime me që një pjesë mars. Po Shqipëria kishte ndrru trenerin, nejse. Mos i na soi punë. Me profesion një me çfarë fjala? Ke dëshirë me u ndërlidh kështu me sport, intervistën që pa. Harrova me pyet për temën. Sa i përket ndrimeve, mos e viçena të ndrimët, i shkon mirë me ndru veturën, për ata që po mendojnë me ndru veturën, me shku deri te Kia Motors Kosova me zgjallën Prishtinë Pej, parku i biznesit, aty e keni Kiën, edhe mundeni me shku me i pa veturat e mrekullueshme. Çka po Gita sot? Edhe në video na dërgoj. E bukur. Diçka ju tregoj për parkun e biznesit. Mos harroni 7 vite garancion. 7 vite garancion Kia Motors Kosova, pra në magjistralën Prishtinë Pej tek parku i biznesit. Telefonata e radhës, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjevati Piferizoj. Gjevat, si kalon? Mirë, super, ju jeni? Mirë, faleminderit, edhe ne jemi shumë mirë. Çka të pëlqen lidhur me profesionin tënd? Njerë na tregoj, a je pensionist apo punon ende? Po jam pensionist. Okej, çfarë profesioni ke pas? Çfarë pune ke po? Inteligent. Fabrikiva e më konë agjistator. Edhe çka të ka pëlqy lidhje me profesionin tënd? Unë e kom shkru një libër Loto. Loto? 649 me 400 flet edhe 800 faqe. Që po i bjena me lexu këto për me kuptu se çka të pëlqen në profesion tonë na qysh? Po dhe po në profesion tonë që e kom bo për 10 vjet. 10 vjet ka kështu të e kom bo ata. Na vjen shumë mirë që e pas ke shkru librën, po nëse mundesh me na specifiku shkurt, çka të ka pëlqyer në profesionin, punën që e ke bo? Po jo, ajo është qëre, matematik një bojnë 2. Po? Jo, diku po bojnë 2 e gjys, po? Ja, kërkuj që i bojnë 2 e gjys, aty i bojnë një kry. Po? Na e mormi tekstin edhe dalmi, edhe tash në 800 në flet, sa më lyve qëtë numër. Në ko që e numër, unë e tapë me kryje. Okej. 400 në flet, lyve qëtë numër, ekipa tjetër. Dhe më hanë për një që den 4 të madha, në kuptat. Shumë faleminderit që na ke telefonu, të përshëndesim shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Që jo interesuar dikush, po merë në numërin e telefonit. Të shohim mu ishëm me bona e varë, po bëgojmë në varë dhe shpërbys, sepse... Shtu, se kur shkojmë në Zvicër, në Gjermani, na lujna ka një herë kështu, edhe mi mësu kombinimet, këto algoritmat e... Po të ka me dalë me marrë me të mirë, me thonë hajtë kalëzën, të pak të një gjarë ismi a dërgu numrat, se si dihet, ajo atje është, edhe mundet me bo këtë varë pune, po para se me shku na gjëllëshysh, me shku të Optika Moda, me bo një kontrol të lezeshme për sy, me këshyr mos ka livri dioptria poshta manal. O, dhe me ndru syzat, po i huqim numrat, a tu e shkru del një numër tjetër edhe bot më zvet, na e nesh ma shumë anaj zero. Optika Moda gjitha ndejnë për Republikën e Kosovës, pra në për gjitha qytetet, thuaj se në të gjitha qytetet e keni Optika Moda. Ashdoj me telefonatën tjetër për sot, në 0499 ju presim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Mirëmbrëma. Apo na dëgjon? Po, ju më dëgjoj. Na thuaj emrin. Rasim Murselaj. Si është emri? Rasim Murselaj. Rasim, çka të pëlqen lidhur? Jo, Rashid. Po. Çka të pëlqen në profesionin tënd, Rashid? Po, profesioni jam aty që më ka pëlqyer më me shku më do me rrugë. Jo, veç më zbërtet se s'po kuptohesh. Na vjen keq, po nuk po kuptojmë asgjë, kështu që kalojmë tjetrën telefonat. Përshëndetje. Alo. Mirëmbrëma, përshëndetje nga s'ka i botës Suedia. Nga nalt atje po mendon, apo? Jo, fillimi. Prezantohu. Po, Sabri Vilonsi nga Voshte i përtoqës në Suedi. Çka të pëlqen lidhur me profesionin tonë, dhe na tregoj çfarë profesioni e ushtron? Po, në kofi ushtu disa profesione, por profesione që ku më shue, dhe hëtë jem ignosin me ato, sepse atë para që ku fitu me njesë me dije. Po. Jo me dhëmëvere.
çka të ka pëlqyer lidhur me punën që i ke bo? Cilën e ke shiju mas shumë ti me që ke ndru profesione të ndryshme? Çdo profesion e ka vlerën e vet. Edhe nëse më një ka si zonë vëzhgues atë, ajo është e bën një punë. Unë jam ballafaqur me shumë punë dhe nga gjitha kom posë tim pasiones të atë mirë. Do me thonë, diçka nuk ke shiju nga asnjëni prej punave që e ke bo, nga asnjë profesion? Po jo, masi jem punë i kënaqur me sa punë, e kom punu. Në rregull. Po tani kom broj për vështirë pak. Ai profesionalisht e kom shiju ato e simpatizoj. Sabret, përshëndesim shumë, faleminderit që telefonove. Almese nga ju, kalofshi sa më bukur natën e mirë. Ton, kalofsh mirë. Ton, faleminderit. 049-978-978 është numri i hapur për telefonata dhe për fotot komunikacionit, ndërsa gjithë ju që po mendojni se në këtë kohë, në këtë lëvizje çka me përgatit për drek, mos u lodhni fare. 896 në gjithë operatorët ose në saqpizza.com bëjeni porosinë dhe ka më ardh porosia si fleshi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Sabria nga Letjani. Emrin edhe një të lutem? Sabria nga Letjani. Sabria, si je? Mirë, jo, ç'është po kalani? Mirë jemi, faleminderit shumë. Tregona çka të pëlqen lidhur me profesionin që e ki ose e ke pas? Profesioni jem është ambicje në shpe. Po më pëlqen që i kry punët e mia mirë në meni pa me mesa. E shijon domethënë ambicrin. Po, profesion më të mirë. A ke pas ndonjëherë dëshirë me bo diçka nga ana profesionale? Ala, jo. Permanentin jo. A të ka qitë në erbi punës në i kosh kështu që e vënu? Orna? A të ka largu nga puna në i kosh në i moment që e vënu? Apo e ka kthim mas 5 minuta. S'ka ku me largu, s'ka ku me apështoj çfarë profesion. Ja. Sa ambicën shpe. Profesion që s'ki shef, s'ki orar. Që? Ban çka dush, kur dush. Zonja Sabria, faleminderit shumë për telefonatën, të përshëndesim. Kalofshi mirë. Faleminderit. Gjithashtu. Kështu e mënu sa adin, më thonë, çfarë profesion. Mu lidh me një video TikTok-ut e kum pa dje shumë interesant ke. Tham largoj gruaja pe punës, ai të fshi. Okej, Hanes. Se gjon tjetër. Shkojna dhe në Albi Mall dhe pastaj rikthehemi me telefonatat e radhës në 049978978. Për merak, pizman tia krejt ka pak. E për vite hiq mos fol, qo kafsha të shkri. Mielli Finesa, shije për merak. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu qysh mu vesh bukur, qysh mu doktri kur gjithmonë vendi familjes son. Paguaj në Turqi përmes e-banking me TEB. 0 euro komision nga banka TEB në TEB Turqi dhe 10 euro komisioni bankës TEB për transferet në banka tjera në Turqi. TEB, bank për një botë lëvizje. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Zero 49978 për gjithë juve që jeni vetura me na dërgu fotot komunikacionit edhe ne me mujt me informu gjithë pjesëtarë të tjerë në komunikacion, por mos i veç jemi të komunikacioni, shfrytëzoni VIP card gjithë ju që ne keni VIP card sepse do keni 5 cent zbritje në litër në benzin, ndërsa 4 cent zbritje në dizel. Mos harroni, mundeni me shkarku aplikacionin për më u bë antar, më tregu se si e shkarkoni aplikacionin në iOS, Android, antarsoheni aty edhe kur të përfitoni VIP card atëherë keni me i pas edhe shumë benefite, por gjithmonë keni me aplikacionin Matri Petrol Company's benefite. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Hasani për Prishtinë. Hasan, si e si kalon? Që mirë ju? Si e ke pas ditën? Mirë. Apo dje mirë që ja ka nis, po do në më ra borë? Po, kjo është shumë mirë. Hajde po shpresojmë me zbardh pak edhe i hek do gripa si shin të leta ashtu të fundit. Tregona çfarë profesioni ki ose çfarë profesioni ke pas? Unë profesionin e kam profesor i biologjisë. Çka të pëlqen ty bashkën që të profesion? Mua shumë më pëlqen profesioni i biologjisë për arsye se i mëson prej seneve më të mëta, prej mikroorganizmave, mandej shtazt, bimt edhe njëri si qenje me zhvillume shoqërore.
Do të thonë të pëlqen përgjithësi kjo. Përgjithësi më pëlqen, vetëm kemi në disa raste të ndotje e ambientit. Po. 1 hektar I pyjeve I largon I grumbullon 40.000 ton pluhën. E kur pi prej, do më thonë pi bjen që ato 40 milion ton pluhën jetë që aty, apo? 40.000 ton pluhën I grumbullon. 1 hektar I pyjeve. Po devish nëse e prejna brenda vitit 1 hektar pyje, I kena 40.000 ton pluhën që s'ka ku me shkua, po? Që s'ka ku me shkua. Edhe në qëse ne prejmi 1 dru tahit, kur I myt 20 njerëzi, 40 njerëzi e fornizën 1 dru I ahit me oksigjen. Qa shumë që liron oksigjen gjatë kohës verës, si 40 njerëzi e fornizën me oksigjen. Kjo po I bjen që edhe nëse prejna pyllin, malin, kish me qenë mirë edhe me mjell një, pas ishte prejna, kish bo? Po, bën mi mjell, po, aj dhe të rritët, shkon dykun 30 vjet, dhe të rrinat kulminacionin. Një dena mujna milion për ata që janë për mas neve, apo? Po, muna, ma është vërtet generatat veç, vinë generat pas generate, edhe gjithmonë është e preferueshme që drujt, mos mi prej, mi kultivu sa ma shumë, edhe bimët, për mi pasari sa ma të pastër. Mi mbrojt ambiente. A e dëgjove lajmin e fundit që shtresa ozonit ka fillu të mbyllët edhe pritet që në 40 vitet e ardhshme të rregullohet plotësisht? Po, atje kur jenë vë madhe, ozoni fillon me zbrit poshtë. E kur ka ajri, për shembull I pastër, atëherë fillon me larguar nalt. Deri 8 kilometra është ajo trashësia e ozonit. Faleminderit që na ke telefonuar, përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme, mos harroni esër, mos sironon nxonsat shumë. Lezetshëm. Jo, pensionist. Apo, okay, kujtova që je andem. Jo, pensionist, kam veç I kam fresta pe nxonsave të mi këtu. Po, qysh si kit fresta sa art ka Romi përsërit. Po, qartë. Të përshëndesim, faleminderit shumë telefonat. Që do të mirë. Faleminderit të Se kemi do trauma për vrimat e zeza për kështu. Po dhe se çata ma tregoj gitar thash jem nxon, thash hajt ma vonë. Po se me tjetrën telefonat. Çfarë tani ball vajzar aty, ti fol çka dush, ndash e zez, ndash e pa. Po mirë. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Jetoni. Jeton nga cili vend po telefonon? Dranasi. Çka të pëlqen lidhur me profesionin tënd? Profesionin se kam këngëtar, ama e kum pas gjithmonë qefin edhe atë emocionin me qenë këngëtar I famës jo ndërkombëtare, po kosovare. Se jo ndërkombëtare? Çka të pengon me qenë një ndërkombëtarisht? Jo s'm pengon asgjë, ama kam dëshirë me këndu vetëm shqip. Jo në gjutë huja. Hajde, tregoj talentin. Çka po preç, frytëzoj rastin. Po jeton e hinti sani ke komision, era ka maga hip hop don't stop. Ma shumë zdi. Ti dush me vazhdu këto. Apo shet që anglisht I duk nuk don't stop, nuk është shqip. Edhe raga që ajo çka ke. Ajo është kur bjen të gjerja shkollëve. Hip hop po I ka gjuhë ja, okay. E cilin profesion jetu e ushtru momentalisht? Me kompjutera. Çka me kompjutera? Blogger. Me PC. Laptop. Qysh I bjen që kjo blogger me PC laptop? A shet? Kompjutera? E kena një blogere këto, e kena një blogere, po kjo pezon me ko... Po e kena në radio jashtë, atje një kolege, po? A din varët që ka qysh tek, kjo mirët vesh. Ta është edhe laptop... A one, jo I famshëm blogger. Blogger privat. Privat, okej. Hajtë edhe njerë që ato... Hajtë raka ma do që shikevi që edhe njerë që ato thuma? Don't stop, Don't stop, më fa. Jo, e po të një para don't stop, e po të një raka të diçka. A I ke hip-hop, rap, R&B. Po hajde të folë edhe njerë e thuje. Hajde nëse. Edhe njerë mere po vota. Viçat pjesën, Hajde. Ritmi I rrugës ju tregon si loja luhet. E vërteta është kjo që thuhet. Jo. A mja thënë? Po mo qysh të jaftë. Faleminderit shumë, përshëndesim. Po shohim nëse do në organizimit tjere. I përshëndes 3 Faleminderit, do na 3 aty. Dhe ne përshëndesim këtu. Po të ishim juri profesioniste
Ti do kaloje. Do kaloje sa 10 pikë do merje. Amo si blogera qysh? The golden buzzer këtu. Si kompjuter blogger dhe të gjitha. Dhe reper. Okej, çet. Me kompjutera. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? A e në gjuhër? Jo, faleminderit, kush më na pyet? Ahmet, Ahmet, kush ka më A telefononi për herë të parë? Se që ta është e kum ble një para parati, edhe veç speqas të Petro Po ta ndryshën zonin edhe pak që ka aparati. Jo bre se më konë pak si pa që në Kosovë, jem pa A jes musi e këtu në Gjermani, a? Jem këfil. Paku i rogove, Ahmet, edhe a je këfil që kesh ku në Gjermani? Okej. Po, këfil, se kesh smut atje tani te edhe kon veç gati këfil. Mirë, shumë vjen mirë. Ahmet, çka të pëlqen tek profesioni yt? Profesioni jam pëlqen që lëvizit anë kohën. Sonë nuk mëj me nejnë në shtau nuk mëj me nejnë, asë në valë në kolon, nuk mëj me nejnë në kolon, edhe për që ato më pëlqen se është me lëviz të posh, për pjesë shkallë, në shdrep, në shkallë, më qëli bira, e të tarësini që i kanë me të formasë. Dil direkt në temë që krejtë të bira të gjatë. Nja 3 minuta, asë nja 3 orë ma vonë. E kësha lëpë, ma e për një farë penaltije, po s'mujta me shtu. Trego drejt që të birat është krejt ajo nacija. Po, Wordi e pranon. E pranon, jo, po pranon gjithë shkaj. Me po me ortete, me po Kashmirin psheli rrash, që edhe nuk mundës me diktu më këtë psheli. Kuptoj. Se mos me pas aty birë heq. Dëz. Pse i ka me që kjo puna dëz, a që ashtë i rrash të dyzja? Dyzja është një fshatë. Valoj arsim nuk e di, po që shtu nga kam vetë më të butë të rafsh, dëzë ku e di unë, asë në djetë. Keshë rafsh si në dëzë dhe kështu ashtu, garant që aty. Ahmet, faleminderit shumë. Se me thonë limosh, apo që me thonë bashkë kështu shtë në shipe limosh, drejt, rafsh. Po mirë është. Po të kuptoj. Ahmet, faleminderit shumë edhe jam e sigur që çfarë do profesioni që e kishe pas tjetër, e kishe shiu se je person që e bën mirë çdo punë. Po ma mërmendja. Valoj qashto është me të vërtet, qashto është me të vërtet. Ahmet, fjalla dëz në gjuhën turke është rafsh. Po shumë e fshato këtu dëz bedhe, një fshato është dëz. E gjën gjallë, edhe kjo të qështë, a? Po në gjuhën turke është rafsh. Kjek edhe këto, rafsh li. Edhe këto rafsh. E hoqëm nga lista edhe një. Ahmet, faleminderit, përshëndesim. Okej, jo përshëndes në dhonë e kalim shimira. Faleminderit. Ta që po vinë nga Veterniku Larg, pjesë e ngarkuar kolon nga gjysma e Veterniku, tutje për tek rrethi duplex dhe nënkalimi për tek rrethi me flamur. Qasja rruga Tirana në të dy krahët është pjesë shumë e ngarkuar me kolon në këto momente, ashtu është rruga UÇK, rruga Luana Radinaj, janë pjesë të ngarkuara si dhe rruga Ahmet Krasniqi. Gjitha këto për tek qasja për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vohri, po shihen me kolon të gjatë në këto momente. Gita mori frym atje, dashti më thon diçka. Po? Ajo, okej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Unë marr frym. Jetoni nga Siria. Jetoni, apo? Po jetoni. Po jeton që ashtu afro të telefoni se sta nisha mirë zonën. Si kalon? Mirë, faleminderit. Jo, si kalon? Qysh e ke pas ditën sot? Mirë shumë, sot jem kthy në mësime për sot dhe se jem kom pushim 1-2 javë. A je bon zonë si mirë? Në zonë shumë i rregullt. Shëmbullor, a? Kryte poshtë. Qashtu? Jeton? Sa për 2 zim po ta në fillon të i përmota, se e kom pas një shok, e kom nga... A është një fshat, se për me e kom, a është një fshat, a gabovan? Jeton, fol për 2 zim, fol. Jeton, a është një fshat? Afer po, është afer Batlave, atje. E jo? Qështë zgabaj? Ajo është kodra, krejt ajo fshati. Po të se dësha se i gume dës, kujtesha e lillësha me qatë fshatin, unë edhe unë e di që ashtu është diqysh. Nejse, hajde tregona për profesionin tënë. Jo, fjallë vetë prej gjuhës turke. E ndëshifrej Margita. Zdia e dëgjove. Po na shumë shpesh e dëgjojmë dikush që thot rafshë dës që i bjen e njëjta gjë. Po te? Veç dy gjuhë. Rafsh. Në rregull, okay. Hajde tregona, të lutem.
sa për profesione, unë i kam një 2-13, po tash. Ai që është më i miri që edhe çka e pëlqen çat profesion, çka pëlqen çat profesion që e bën. Për çfarë to tregon? Unë e kum pëlqy edhe pëlqej edhe ndroj hala me pas një restorant timin me kam si shef kryesor, do me thonë edhe me udhëheq në restorant. Po unë për shembull vetë jam kon kamarier. Edhe pëlqej për shembull punën e kamarirët shumë se ka për shembull komunikim me të tjerët, apo kupton? Po. Kam shumë dëshirë me pas komunikim apo me të tjerë. Edhe definitivisht ajo kafja e parë mëngjesit varet edhe për disponimit kamarierit. Po, shumë varet edhe për disponimit. Unë gjithmonë jam kanë të sheshje pse jam vetvetja, po unë sa kum punu domon 7 vite në Kosovë, jam kanë gjithmonë duke buzëqeshur. Po këtu kam punu me tekstil, me tesha, paketim, e tash jam duke shkuar në profesion të ujit dhe nxemjes. Që po më ndron profesionet të çdo vjet. Okej, po vjen shumë mirë që je një njeri që mundosh me I mësu shumë gjëra si multitask, se definitivisht pse jo kur të mundesh, pse mos me I ditë shumë profesione, se masanej mundesh me I pas shumë puna. Të përshëndesim edhe të falenderojna për telefonatën që na I ke bu. Edhe zanote, Edhe me knu divet. Ja, që to le se krytu më herët. Jetoni tjetër krites, s'kena nevojë. Ja, kryja jo. Ragadangadang, diçka ke, po, të rrëm telefon, po, hajde se në të kalzoj. Ton, kalov shmirë. Kalon mirë. Edhe na ka njerë që shtu knojna, amo... Rimojna të njerë. Jem të po një televizor. Po, gita, na, me një gita. Po? Po televizor? Ngani, me një po televizor. gita televizor të knut në këtunit, po. Me 24% zbritja, është 189 euro, super televizor me 43 inch, me 12 muaj me kësta e marrni, a din sa kushton për muaj me pagu? 15 euro 75 cent. Me 12 kësta. Po. Le taksoj pronari I ri, Arsim Gimani. Përshëndetje. Okej, një tjetër në telefonat kalojmë. Allo, kush telefonon? Përshëndetje. Allo. Po kush na telefonon? Apo dëgjon? Po qështë po dëgjon ajo? Na dëgjon përmes telefonit. Jo në televizor. Sot na dëgjon, po. Okej, përshëndetje tjetra. Alo? Abedini. Nga cili vend? Nga tuneli por. Në Mitrovic. Pe tuneli por. Po. Na ljazonin televizorit dhe na tregoj çka të pëlqen lidhur me profesionin tënd. Me profesionin tem, më pëlqen ndërtimtaria. Profesioni më I mirë që më pëlqen si mirë me ndërtimtari, më pëlqen çaj profesion. Çka konkretisht, diçka, çka të tërhiq në ndërtimtari? Po më tërhiq kur përgatitum kështu, kur ti përgatitum ploçat e armaturën e kështu, më pëlqen çaj profesion. A je detajist në punën që e bën? Nuk kuptova. A je detajist në punën që e bën? Po. Se nga një anë apo shumë tani po kemi probleme në këto banesat e reja. Vish kur ti ke 10 centin manal tavani. Jo, kena inxinierën ato që na kontrollon ato puna. Inxinieri është si I kontrollon ato punë. Po I në mungesë, po janë. Po I përshëndesëm se bashkë ato kur peqesin ploqën ata s'po qëllojnë. Edhe ata si inspektoriatin, në mungesë. Dhe kum thirr një 200 erat. 300 as. Kjo është vish për mundëzes o për informat, po. Edhe ke qenë fatlum, me fat ke qenë që e ke marrë lidhjen mas 200-300. Po Allah bashkë që e mora se një 2 ova 3 do të s'komfort me ju. Përshëndesim shumë dhe faleminderit që je me neve. Faleminderit për juve, unë ju përshëndes. Faleminderit. Edhe njëre për gjithë ata që na kanë shkruar, na kanë kritiku ka pak edhe na kanë shuna I fjalë tron, po nejse na si marrin për zemër. Linjet qysh vini pranojna, kështu që nuk keni nevojë më u nervozu se edhe tema që ju kam për më ishin nervozu. Edhe kanë qenë shumë mos të teprojna, mos tojna shifra tani po tutën tjetër. Po ka pas shumë telefonata të humbuna, kështu që kërkojmë falje, edhe mundohemi po mi atë kur çajo që vjen çato e pranojna. Çajo që vjen çato, atë
një koment ata tregoj. Piniti tu merr pak mërzi, po s'ka lidhje. Ani s'ka lidhje net. Shihemi në Prizren. Ka një koment, po do më përmend tha zburri nuk e telefonoi sa ju telefonoi juve. Burri mos më ta çel me dytën. Mos për zemrës se ka shumë telefonata. Net shihemi te Arbana. Net shfrytëzoje kodin prej kodin Glam Radio dhe merri 10% zbritje në bagmart.com edhe ndoshta të qetësohen nervat për herën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me ku po flasim? Afrimi për Finlandës po flis. Afrim si? Po për herë parë si vjet valla. Nga cili vend? Nga Finlanda. Afrim si e se fillove vitin 2023? Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Afrim, bol pas ke thirë ti, vish për shoh batirin sot e ka rekordin. 1200 dej tash ka thirë. Valla unë në erë deshta me nol, thash ta më rrini mishin, po mas e zumë në thash hajtë ma mirë po foli. Do ishe me noli me tentu halo. Afrim, çka të pëlqen në profesionin tënd? Po që rastisht ai para me e folë si ke ndërtimtar, ndërtimtaria është, une kur jam regjistru ndërtimtari, këm pas kujtu që ndërtimtaria veç në maru more me lidhë dhe armatur që aty të vetan edhe kryet. Ndërtimtaria deti, kështu deti pa fund. Veç tash në varët shka punon, për shembull, mua më pëlqen kur realizohet një projekt cilin e planifikon e llogarin statike e bën e tjera edhe ai projekt realizohet me përpikëri, normal me mbikëqyrje, edhe deli suksesshëm, edhe ti je shumë krenar me atë punën që e ke bë. Shumë mirë. Tregona për shembull atje në Finland tek ndërtimet e reja që bëhen, si është ai procesi ose protokolli që do të më ndjek ju që ju do të më ndjek edhe që me rezultuj suksesshëm, a ka kontrolla vazhdimisht që ju duhet normal. Është mas pari kur ta marrësh lejen nuk guxon me nis punën pa e pas një mbikëqyrës. Mbikëqyrësi është i obligueshëm, çdo ato e ka kur ta marrësh lejen i ki një me një vend edhe një 3 4 një 2-13 pika të cilat nuk bën me anashkalu ndonjë incident. Ja, incidentet hyn në rrezikun e punës, hyn rrezikun e punës, ajo është këtë tjetër sen, ama për me shku suksesshëm projekte, ti do të thonë me pas gjitha që ato 13 pikat, për shembull, të marrë veç një shembull, të na nuk kontrollohet për shembull izolimi, edhe të na në qoftë nuk ke bërë izolimin e ujit që duhet edhe nuk e ka kontrollu komuna të Badiavan gjatë pllokës se nuk pranohet. Mirë. Afrim, faleminderit shumë për telefonatën, dëgjohemi ditëve të tjera. Gjithashtu. Me këtë rast po i përshëndesim edhe të gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit edhe sidomos ata që kanë tentuar dhe nuk kanë mujt me marr lidhjen, vazhdoni me qëndru me neve bashk në glamradio.fm ose në 86. Ju vazhdoni shkruani sepse përgjigjet i lexojmë në pjesën e dytë në glamradio.fm. Mos harroni me bëu ato që do të më bëj gjithmonë me shumë dashni, paqit, plot shëndet. Thjesht bën me më shumë dashni dhe ëmbëlsi. Glam Radio, nga zemra e Prishtinës. Glam Radio. Okaidi sjell për ju botën magjike të fëmijëve me koleksionin në zbritje deri në 50% në artikuj të saktuar. Zbukuroni botën e fëmijëve me veshjet më të bukura. Na vizitoni në dyqanet tona.